Se kuptoni se çfarë do ndodhi në këtë video kur unë dukem kështu. Përveç fytyrës, jam lyer. Do bëhemi gati së bashku. Sot kemi një girls night out, kemi vendosur që të vishemi bukur, do shkojmë në një bar shumë të lezetshëm dhe do bëjmë foto. Tani gjithmonë planifikojmë të bëjmë foto, por asnjëherë nuk bëjmë foto, por jo, sot do bëjmë foto dhe pik. Fillimisht dua të vesh këto getat e zeza që kanë një vi në mes, do ja tregoj tani. Okej, nuk ja tregoj dot pa veshur diçka sipër, kështu që kam vendosur të vesh një fund të shkurtër të zi. Është një safe option. Ose ndryshe një opsion i sigurt, sepse gjithmonë do dikush që do komentoj, "Pse flisni vetëm anglisht?" Mëso anglisht. Nëse ky është fundi i zi i shkurtër dhe kam vendosur të vesh një bluzë të kuqe sipër. Kjo është bluza që kam planifikuar të vesh, më pëlqen shumë ky detaj këtu, por asnjëherë nuk rri kështu, gjithmonë bie para, por rëndësi ka ideja. Më duket pak e çuditshme kjo pjesa, a supozoj të rri kështu? Jo, nuk ishte kështu në foto. Apo jo, s'kështu si ishte, nuk e di, thjesht po e li kështu. Mos harroni asnjëherë të veni krem në duar, në çdo pjesë të trupit që është ekspozuar, askush nuk do të shohë crusty, musty, dusty skin. Dhe okay, është e kuptueshme, mund të harroni të veni krem trupi, okay, por deodorantin mos e harroni kurrë. Tani është momenti për aksesorët, jam mes këtyre vathëve dhe këtyre. Këto apo këto. Po shkoj me këto. Them ca unaza çat na kapi dora, sepse nuk kam një koleksion unazash plotësisht gold ose plotësisht silver. Kështu që është okay. Tani do drejtoj flokët dhe të rikthehem për të përfunduar lookun. Unë që gjithmonë i mbaj flokët të lëshuara të drejta, jam shumë boring, nuk mendoj që më shkon asnjë lloj stili tjetër flokësh, kështu që nëse keni sugjerime më thoni, thjesht të kapura sikur snuk. Gjysë të kapura, okay, por nuk kam nerva. Topuz nuk e di, sikur po shkoj në zyrë, kështu që po shkoj me the safest option. Po e thash prap. Flokët u drejtuan, kam vendosur të vesh këto taka, me që thjesht sepse. Kam vendosur të vej këtë parfum nga Givenchy, sepse ndihem sikur është një parfum shumë për dark, edhe thjesht me që është ngjyra njësoj si bluza ime, meqenëse këtu duket si e zezë. Mendoj që the safest option për të veshur diçka sipër do ishte thjesht kjo xhaketa e lëkurës e gjatë që vesh gjithmonë, duhet ta ndroj. Gjithsesi, ky është looku final, shpresoj që të pëlqeu video dhe nuk besoj se mund ta shihni të gjithën, po thjesht imagjinojeni. Në vend për imagjinatën tuaj. Sot së cringe.